Policia e Fierit ka goditur një rast prostitucioni në qytetin e Fierit. Në pranga kanë rënë 2 të huaja, një 30 vjeçare nga Kazakistani dhe një 31 vjeçare nga Turqia. Asia Amanbek dhe Jekaterina Yoryomenko kishin marrë me qira një banesë në këtë qytet dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Si provë materiale u sekuestruan 2.800 euro dhe 29.000 lekë, si dhe 5 celular. Njoftimi i policisë. Si rezultat i hetimeve të kryera me metoda speciale për një rast prostitucioni, specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të DVP Fier, në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale, arrestuan shtetaset. 30 vjeçe, banuese në Kazakistan dhe AA, 31 vjeçe, banuese në Turqi. Këto shtetase kishin marrë me qira një banesë në qytetin e Fierit dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2.800 euro dhe 29.000 lekë, që dyshohet se janë përfituar nga kjo veprimtari kriminale, si dhe 5 celular.